PS-ja. Këtë e propozon PS-ja, e voton PD-ja. E ka votu kryetari. E ka votu kryetari dhe kryetari në fund që... Pra kryetari PD-s voton për Suel Qelën, bashkë me PS-n, dhe ti që ke votuar kundër Suel Qelës, je me Suel Qelës. Kjo është Suel Qelës. Tanë unë jam e këtyre, unë jam e gjithëve. Unë jam, u bëra si juaj jam, sa i shtetit jam. Edhe unë jam bëhet gjithëve, përveç se e këtyre. Ndërkohë që vazhdoj, deri 2 ditë para se të merja lajmin e përjashtimit, vazhdoj bëj betejat e mia në Këshill Bashkiak. Dhe relativisht tash, pra bashkë me këshilltarët e tjerë, as nuk diskutohet, po arrini ta kuptoni klimën e një partie në pushtet me 5 mace që janë në Këshill Bashkiak. Që ta bashkëpunojnë vetë me Ramën, dhe kushdo që del brenda partie kundër këtyre ai akuzohet se nuk ka përshtypje Thelbi Ergyze, ndoshta Thelbi është domethënë Thelbi që nuk thuhet e vërteta. Jo, Thelbi është që këto njerëzit që krijojnë mirazhe të rreme dhe provohen, ndërsa neve që tentojmë ti... Po çka ke bërë ti diçka gabim? Ti ke kritikuar diçka në PD, me siguri. Po sigurisht që po. Sigurisht që po. Unë e kam denoncuar këtë fakt. Ergyz, çfarë po ndodh diçka ndryshe kësaj radhe? Sepse sigurisht ne e dim nga historia 35 vjeçare e drejtimit zotit Berisha që sigurisht me të ka qenë e vështirë të përballesh edhe qoftë të kritikojë diçka që shkonte mirë. Ai duron, pastaj të përjashton. Kësaj radhe duket që po ndodh diçka tjetër, pra ky lloj reagimi po shkon pra që ti thua që dalim të përjashtojmë antarët, dhe në një orë më pas dalesh në mbledhje të grupit parlamentar thosh ta shtojmë antarësinë. Jo, ndryshe është kjo, që nëse heqim kë dhe të shtojmë kë. Nëse dikur është përjashtuar nga partia Selami, Nitat Ceka, Pret Zoga, Abdi Baleta, ku diun, sot po përjashton antar thjesht. Do të thotë sot ka zbritur kosa e goditjes tek individët poshtë pa ndaj përgjegjësi të madhe politike në struktura. Po, përgjegjësi politike ndoshta nuk kanë, po me ata militant bëhet fushata. Po, domethënë, ideja është nëse dikur goditej koka kreu i një grupimi ndryshe dhe aty merrte fund, sot duhet me godit gjithë individët një nga një brenda grupime, që do thotë alerti ku ndodhet Berisha, dhe frika që ka ai nga çdo mendim ndryshe në parti, është në nivel të tmerrshëm, domethënë ai nuk kërkon as mizat të timon as parti. Kjo nuk është e re. Se Partia Demokratike ka 35 vjet, mendime ndryshe ka pas gjithmonë. Nuk është antarësinë e thjeshtë, sepse zoti Burgia për shembull është kryetari i këshilltarëve, unë gjithashtu. Domethënë bëhet fjalë për njerëz që në të ardhmen kanë potencial. Gjithsesi jo në bazë, nuk jeni në kryesi. Jo, unë kam qenë pjesë e Këshillit Kombëtar PD-s. Po dakor, po Këshilli Kombëtar ka sa ka 150 vjet. Po aq sa ka? Çfarë rëndësie ka? Është një nga organet. Po duhet të them që niveli i frikës që ka ai është ai nuk ka frikë nga antarët e thjeshtë dhe nga militantët, sepse ai është i padiskutueshëm aty, ai fiton këto gara. Kjo është analiza që duhet. Ai ka, unë e shikoj ndryshe situatën. A ka lidhje me rizgjedhjen e tij? Jo vetëm ai, por të gjithë ato që kanë ambicjet e veta brenda Partisë Demokratike dhe që e tha pak më parë Artioni se po të ndishja me shumë vëmendje dhe më duk se po flisja vetë sepse historia përsëritet, kanë nivele edhe përgatitjeje profesionale shumë mediokre ose akoma dhe më tulta se sa kaq, mos flasim për nivele pastaj edhe artikulimi, janë shumë të friksuar se një ditë neve, nga ai niveli më i ulët që jemi, do të çohemi dhe do të kërkojmë të bëhemi diçka më tepër. Dhe kush janë friksuar sepse ato që janë rreth zotit Berisha ato që janë rreth zotit Berisha, po sigurisht që ti të mbash kolltukun tënd të sigurt dhe të palëvizshëm, duhet heqësh qafe të gjithë kundërshtarët potencial dhe të gjendur në një situatë që Partia Demokratike dhe prurjet sigurisht që i ka më të vogla se dhe popullsia është më e vogël. Sigurisht nga ana tjetër edhe njerëzit tentojnë që të orientohen drejt pushtetit më tepër për interesat e tyre pragmatiste. Niveli i prurjeve në Partinë Demokratike sot që jemi duke folur, flas në nivel formimi intelektual është shumë i ulët. Nëse më del dikush më thot gjithë profesorët po aderojnë Partinë Demokratike, unë çohem nga këtu tani. Apo gjithë mjekët, apo gjithë inxhinierët, gjithë arkitektët. Ne nuk kemi një njeri që të ketë, ku ta di unë, profesionin inxhinier apo arkitekt, brenda strukturave, ta vëmë dhe ta emërojmë në Këshill Bashkiak që të paktën të merret me ato kontrata, të cilat ne, unë që jam ekonomiste, nuk i kuptoj. Do me thonë, ne nuk kemi
nivellet larta. Dhe sigurisht, aty ku spikasin disa figura për nivelin e lartë profesionalizmit, gjëja parë është t'ja pres këmbët që nisja që mos lodhet fare këtë hypit e E konfirmon të tjerë të? Patjetër, unë kam rreth 13-14 vite që angazhohem Partinë Demokratike dhe kam patur dhe pozicionet drejtuese tek pjesa e strukturave rinore kryesisht. Dhe për të arritur deri në ato nivele, mund të them që më janë dashur 6-7 vite luftë të jashtëzakonshme, të përditshme dhe kam vënë re diçka që sa më i përgatitur të jetë një person që afrohet rishtazi brenda Partisë Demokratike, brenda forcës tonë politike, dhe është gabim i madh që bëhet edhe ne duhet ta ndryshojmë dhe prandaj po ndërmarrim këto nisma. Këto njerëz sulmohen, po kanë sulme shumë intensive dhe duhet të kenë, si më thonë, një rezistencë shumë të fortë për të qëndruar dhe për të vazhduar në afatgjatë. Por një intelektual, një njeri me formim, një njeri që ka ndërtuar diçka për të ardhmen e tij, fillon dhe bën disa pyetje masi merr gjithë këto sulme, thot pse duhet ta vazhdojë gjithë këto luftë në momentin që brenda forcës politike ku po bashkohen dhe ku po afrohen, luftojnë në këtë mënyrë. Personalisht në mbledhjen e parë të forumit që kam bërë në 2015-2014 ku kam qenë prezent, mua më kanë përjashtuar dhe kam nis një rrugtim të tillë pastaj me grupime të tjera shokësh jashtë strukturave derisa arrita të krijoja një hapësirë brenda forcës politike. Andon, se ti e ndjek edhe për ditën më nga afër, sigurisht gazetarët e terrenit janë e ndjejnë më shumë atë ndryshim. Çfarë është ndryshe kësaj radhe? Për shembull, një shikues i thjeshtë thotë, ndoshta bëhet për shkak të zgjedhjeve të prillit. Pra çfarë, sepse Dorisi tha që janë njerëzit përreth, dhe jam dakord me këtë. Por ajo që unë shoh kësaj radhe ndryshe është shoh dhe reagimin e zotit Berisha, i cili herë tjera është treguar më i rezervuar, pra e ka menaxhuar më mirë këtë në rolin e babait, edhe kur ka pasur sherrë të tilla, duket që zoti Berisha kësaj radhe po mban palë, po mban anë. Duket qartë me ka anë është. Shikon, ndjesia që më dha mua sot ajo situatë në Partinë Demokratike ishte kjo, ishte e njëjta situatë si 5 vite më parë. Dritan Burgia ka qenë kryetari i Partisë Demokratike e Durrës dhe madje me sa mbaj mend kryetari i Partisë Demokratike atëherë në Durrës ishte me Lulzim Bashën, në mos gaboj, në 2021. Po. Dhe firma i ka sill për Sali Berishën i ka sill Dritan Burgia para derës. Lexonin emrat e delegatëve. Më kati më të madh. Ti që më bërë nder dha. Por edhe zoti Burgia ka qenë. 5 vite më pas vjen sërish me letër në dorë zoti Burgia, jo për përjashtimin e Berishës, vjen për veten kësaj radhe. Por Sali Berishën të mërzitur jashtë bashkë me demokratët e kisha parë, po të kyçur brenda dhe demokratët e mërzitur jashtë nuk e kisha parë. Kjo është rësia. Nëse mund të them diçka, nuk është se ishte ky qëllimi.